8 marsi është dita kur vlerësohen arritjet e gruas pa dallim race, përkatësie etnike, gjuhe apo niveli social dhe ekonomik. Një lëvizje që nisi në vitin 1908 për kushtet e punës, kur pakënaqësia dhe shfrytëzimi me të cilën përballen nxori më shumë se 15.000 gra në një marshim në rrugët e New Yorkut. Kërkesa e tyre ishte shkurtimi i orarit të punës, ajo e pagave më të larta dhe të drejtën e votës për gratë. Por një vit më vonë, Partia Socialiste e Amerikës shpalli ditën e parë kombëtare të gruas. Clara Zetkin ishte aktivistja që sugjeroi krijimin e një dite të posaçme ndërkombëtare të lartësonte figurën e gruas dhe betejat e saj. Për herë të parë, kjo ditë do të kremtohej në 1911 në Austri, Danimark, Gjermani dhe Zvicër. Zyrtarizimi i gjerë megjithatë erdhi në vitin 1975, kur Kombet e Bashkuara nisën ta festojnë këtë ditë si një moment për të vlerësuar arritjet e saj në shoqëri, politikë dhe ekonomi, ndërsa rënjet politike të ditës nënkuptojnë greva dhe protesta të organizuara për të rritur ndërgjegjësimin për pabarazinë e vazhdueshme. Përse u caktua pikërisht 8 marsi, kur hodhi idenë e një dite ndërkombëtare për gratë, Clara Zetkin nuk kishte në mendje një datë të caktuar, dhe në fakt përcaktimi nuk ndodhi në vitin 1917, në një grevë në kohë lufte kur gratë ruse kërkuan bukë dhe paqe. Pas revolucionit të shkurtit atje, Karl Nikola dhe qeveria e përkohshme e krijuar i dha grave të drejtën e votës. Greva e tyre kishte nisur në 8 mars. Data kur greva e grave filloi ishte në fakt e diel 23 shkurt. Kjo ditë në kalendarin gregorian ishte 8 marsi, që u bë dita ndërkombëtare të cilën e kremtojmë të gjithë sot. Në vende si Rusia, shitjet e luleve dyfishohen në 8 mars. Në Kinë, më shumë gra punojnë vetëm gjysmë dite. Në Itali, La Festa della Donna kremtohet duke dhuruar lule mimoza. Një traditë kjo që besohet se ka nisur në Rom pas luftës së dytë botërore. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marsi është muaji i historisë së grave.